Horoskopi ditor. Disa prej jush do të përballen me zgjedhje që kërkojnë guxim, ndërsa të tjerë do të marrin sinjale që nuk mund të injorohen më. Universi hap një periudhë ku intuita bëhet udhërrëfyes dhe çdo vendim ka ndikim afatgjallë. Kjo është një ditë për qartësi, reflektim dhe veprim të mençur. Nëse ky mesazh ju gjen, ndoshta është momenti për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos shtyrë atë që e dini se duhet bërë. Dashi. Një ndjenjë urgjence dhe motivimi të shtyn të marrësh iniciativa që i ke shtyrë prej kohësh. Energjia favorizon veprimin, por kërkon edhe strategji. Në punë, një mundësi e papritur mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje të rëndësishme. Mos e nënvlerëso veten. Në dashuri, një bisedë e sinqertë largon tensionin dhe krijon afrim. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të ndesë emocione të forta. Financat kërkojnë organizim dhe maturi. Shmang shpenzimet impulsive. Universi të fton të dëgjosh instinktin dhe të mos presësh momentin perfekt. Ky është një hap drejt një faze të re. Vendimet që merr tani krijojnë bazën e muajve të ardhshëm. Beso tek forca dhe vazhdo përpara. Demi. Stabiliteti dhe siguria janë prioritet, por kjo energji kërkon fleksibilitet dhe hapje ndaj ndryshimit. Një ide ose ofertë që duket e pazakontë mund të sjellë rritje. Në punë, një bashkëpunim krijon mundësi për zhvillim. Mos refuzo pa analizuar. Në dashuri, komunikimi i qetë krijon besim dhe afrim. Nëse je vetëm, një person nga rrethi i afërt mund të tregojë interes. Financat përmirësohen nëse planifikon dhe shmang rreziqet. Një lajm pozitiv mund të vijë papritur. Universi të kërkon të besosh tek procesi dhe të mos kërkosh rezultate të menjëhershme. Durimi sjell stabilitet. Kjo periudhë ndihmon ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Binjakët. Komunikimi dhe informacioni janë çelësi i kësaj periudhe. Një mesazh, takim ose telefonat mund të ndryshojë planet. Në punë, fleksibiliteti dhe mendimi i shpejtë krijojnë avantazh. Një mundësi që lidhet me udhëtim, mësim ose rrjete sociale mund të hapë dyrë të reja. Në dashuri, energjia është e gjallë dhe sjell surpriza. Nëse je në një lidhje, emocionet rikthehen. Nëse je vetëm, një njohje e re është e mundshme. Financat kërkojnë organizim dhe strategji më të qartë. Mos merr vendime impulsive. Universi të dërgon sinjale për zgjerim dhe zhvillim personal. Beso tek rrjedha e jetës dhe lejo ndryshimet të çojnë drejt një drejtimi më të mirë. Gaforia. Ndjeshmëria dhe intuita rriten dhe kjo të ndihmon të kuptosh situatat më qartë. Një çështje familjare ose emocionale kërkon maturi dhe qetësi. Në punë, vendos kufi të qartë dhe mos merr përgjegjësi që nuk janë të tuat. Një ndryshim në ambient mund të të ndihmojë të ndihesh më i sigurt. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja emocionale krijojnë lidhje më të forta. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë sjell qartësi. Nëse je vetëm, një njohje që fillon si miqësi mund të zhvillohet. Financat përmirësohen përmes kontrollit dhe planifikimit. Shmang vendimet impulsive. Universi të fton të falësh të kaluarën dhe të përgatitesh për një kapitull më të qetë. Energjia favorizon shërimin, paqen dhe stabilitetin. Luani. Vetbesimi dhe dëshira për të marrë drejtimin rriten. Një mundësi për të treguar aftësitë dhe kreativitetin mund të vendosë në qendër të vëmendjes. Në punë, kërkohet guxim dhe iniciativë. Mos e nënvlerëso ndikimin tënd. Në dashuri, pasioni dhe sinqeriteti krijojnë afrim dhe energji të re. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura rikthejnë emocion. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të sjellë surpriza. Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll, por një mundësi për përfitim mund të shfaqet. Universi të fton të mos dyshosh në vlerën tënde dhe të veprosh me vendosmëri.
Ky është një hap drejt suksesit dhe stabilitetit. Virgjëresha. Organizimi dhe analiza krijojnë stabilitet, por kjo energji kërkon fleksibilitet. Një ndryshim në plane mund të sjellë rezultate më të mira. Në punë, bashkëpunimi hap mundësi të reja. Mos u izolo në detaje. Në dashuri, komunikimi i qetë dhe i sinqert krijon siguri. Nëse je në një lidhje, mund të bëhen plane për të ardhmen. Nëse je vetëm, një person serioz mund të shfaqet. Financat përmirësohen përmes vendimeve praktike. Shmang shpenzimet impulsive. Universi të kërkon të besosh tek procesi dhe të mos kërkosh kontroll absolut. Kjo periudhë favorizon rritjen personale dhe zhvillimin afatgjat. Energjia ndihmon ndërtimin e një strukture të fortë për të ardhmen. Peshorja. Balanca dhe marrëdhëniet janë në qendër të kësaj periudhe. Një situatë kërkon vendim të qartë dhe sinqeritet. Mos përpiqu të kënaqësh të gjithë. Në punë, një bashkëpunim mund të sjellë zhvillim dhe stabilitet. Beso tek gjykimi yt dhe mos kërko aprovimin e të tjerëve. Në dashuri, komunikimi i hapur krijon qartësi dhe afrim. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë forcon besimin. Nëse je vetëm, një njohje përmes rrjetit social është e mundshme. Financat përmirësohen nëse organizon shpenzimet dhe mendon afatgjat. Një lajm i mirë mund të vijë papritur. Universi të ndihmon të rikthesh kontrollin dhe të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme. Energjia favorizon qetësinë dhe stabilitetin. Akrepi. Transformimi dhe ndryshimi janë në qendër të kësaj dite. Një situatë që ka qëndruar pezull kërkon vendim dhe guxim. Në punë, një ofertë ose mundësi mund të hapë një kapitull të ri. Analizo me kujdes, por mos së shty. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe sjellin afrim. Nëse je në një lidhje, pasioni rikthehet. Nëse je vetëm, një person misterios mund të të tërheqë. Financat kërkojnë strategji dhe kontroll. Një investim i menduar mirë mund të sjellë përfitime. Universi të fton të mos i rezistosh ndryshimit dhe të besosh tek intuita. Ky është moment për rritje personale dhe stabilitet emocional. Energjia favorizon fillime të reja. Shigjetari. Dëshira për zgjerim dhe eksperienca të reja rritet. Një mundësi për udhëtim ose zhvillim mund të shfaqet. Në punë, një ide e re mund të hapë dyer dhe të sjellë progres. Beso tek vizioni yt. Në dashuri, komunikimi dhe spontaniteti rikthejnë emocionet. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura krijojnë afrim. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe strategjisë. Një ide e thjeshtë mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Universi të shtyn të mos ndalosh për shkak të frikës dhe të ndjekësh rrugën që të frymëzon. Energjia favorizon optimizmin dhe rritjen. Britsjapi. Fokusi dhe disiplinimi janë çelësi për të ecur përpara. Një projekt që ka kërkuar kohë dhe përkushtim fillon të japë rezultate. Në punë, një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe profesionalizmin. Mundësi për avancim janë të mundshme. Në dashuri, kërkohet më shumë hapje emocionale për të krijuar stabilitet. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë sjell qartësi. Nëse je vetëm, një person nga rrethi i afërt mund të tregojë interes. Financat kërkojnë planifikim dhe strategji. Shmang vendimet impulsive. Universi të kërkon të mos dyshosh në rrugën që ke zgjedhur. Kjo periudhë favorizon suksesin gradual dhe sigurinë afatgjat. Energjia ndihmon ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja aktivizohen dhe kjo periudhë sjell mundësi për ndryshim. Një projekt inovativ ose bashkëpunim mund të hapë një kapitull të ri.
Në punë, beso tek vizioni dhe mos ndiq mendimin e turmës. Vendimet e guximshme sjellin përfitime. Në dashuri, surprizat janë të mundshme dhe emocionet rriten. Nëse je në një lidhje, komunikimi krijon energji të re. Nëse je vetëm, një person I veçantë mund të shfaqet. Financat përmirësohen përmes ideve moderne dhe strategjive kreative. Universi të shtyn të mendosh ndryshe dhe të krijosh drejtimin tënd. Energjia favorizon rritjen personale dhe zgjerimin e horizonteve. Ky është një moment për të dalë nga rutina. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria janë shumë të forta dhe kjo ndihmon të kuptosh situatat me qartësi. Një cikël emocional mbyllet dhe krijon hapësirë për fillime të reja. Në punë, një projekt kreativ ose bashkëpunim mund të sjellë kënaqësi dhe rezultate. Beso tek talentet e tua. Në dashuri, sinqeriteti dhe empatia krijojnë lidhje të thella. Nëse je në një lidhje, afrimi bëhet më I fortë. Nëse je vetëm, një njohje shpirtërore është e mundshme. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, por një lajm pozitiv mund të vijë. Universi të fton të mos krahasosh veten me të tjerët dhe të ndjekësh rrugën tënde. Energjia favorizon paqen, besimin dhe shërimin.